Jemi rikthyer me spektaklin tuaj. Jemi këtu në Odeon, në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur, me mysafirët tanë. Kemi thënë që nga të katër anët e globit ku ka shqiptar, vinë njerëz që në jetën e tyre kanë bërë epoka. Dhe përveç suksesit të tyre, ata na bëjnë edhe neve që të jemi krenar bashkë me krenarinë e tyre, në të krijuarit, në të realizuarit e asaj që na bën krenar. Do të vini i tillë në vazhdim, i cili thjesht ishte sa sinonim, ishte dhe krenari, ishte dhe dashuri e të rive, e të gjithë njerëzve, e shqiptarve, si një sportist kulminant. Zonë e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Fatmir Makolli! Ai kampion! E kampion, mirë se erdhe! Mirë se ju gjej, e përgëzoj programin ju Odeon, ty edhe bashkëshortën. Shëndet e gjithat mira. Ko gja jemi një gjenerat, ja kemi pas një bashkë, veç ti me boksa, na me ti me muzikë, me gjithë grue, unë në atë ku boks, edhe ju e keni pas 8 tekstet kër i keni knu, se e kam përcirë në atë ku dhe ti s'ke pas nevoj me nëzjerë bilet në Pallat Rinis, je orë shumë pa bilet, ja, na kena pas me përcjell na ke po, gjithë. Zotri Fatmir, opinioni ynë për 35 vite nuk të sheh në ring, në realitet. Ja. Por para asaj periudhe, një 10 vjeçar i bujshëm, i suksesshëm, që absolutisht të gjithëve na ka bërë krenar në atë kohë. Një sportist kulminant i kohës, edhe atë në boks. Në boks klubin legendar Prishtina, që po ashtu me kampionët tjerë na ka bërë krenar me vite. Je lindë rrinë Prishtinë. Po. Në Prishtinë të Zenel Hajdinit, të nëna Terezë që të bashkë. Të shkolla Zenel Hajdini. Vranjevci i famshëm, kodra e trimave. Që të kanë qenë sportistat e na konë shkelen gjithmonë si kodra e trimave. A si kodra e trimave? Normalisht të shkelur e të ndjekur, sepse u që ishin demonstrata, u që ishin protesta, aty është bërë dhe luft, mos harose. Luft. Që më kujtojtë, grupu i veshguzve në atë kohë, konë Shemse Veseli, Sedi Veseli, në konë si thmi, shkollë fillore. Po? Edhe shkeshëm në për Stalova, në për dovar në mësëshin. A ju mësëshin? Po. Qa ju thëshin? Nese bëva kja duhet kjo farë? Do të qibrita kësi barot, në të jesh, më shumë barot këshe, kur dje kua. Në Sedi Veseli, Shemsi Veseli, familja Veseli, idealist përjepshëm. Ata në konë kode të rinë, na me qatë frymin arrit. Dhe fëmirin e ke kalu aty, edhe shkollimi fillore e ke mbaru aty. Zenel Hajdin. Po të mesmin? Të mesmin në konë shkollë teknik, tani përjashtu një shkollë të natës, të spitali. Ata na i të përjashtu po pse, ishe pak keni problem me një profesor. Qka, ti gjithmonë e përdori e bukë, e përdora, po qka? Ndodhi që ndodhi. Aksident. Në boks, jeni, do t'i shpalosim një nga një me radhë, po jeni nga ata që ke qenë për 7 vite, për shambull, pjesë e klubit Prishtina, një vit kampion, e ke zatet. Po, titullin e 5, po, se unë im konë majri, se Nazifi, Gjevdeti, me mjetë një gjenerat vjetër. Një gjenerat me... Na gjenerat e a dytë ka qenë mes sukses me ndërkombëtarisht. Ndërkombëtarisht. Mas shkollum. Do të flasim edhe për atë. Kusht shtyu, a ishte dikush, a ishte noj emocion, apo fëmirin e kaloje me lodrat e fëmiris, edhe tu ishi ku kampionet, vërtet kampionet tanë të mëdhejt boksit klubit Prishtina, kampionet shqiptar, kampionet botëror, apo të shtyu dikush nga familja, apo si rodhe kreti? Ja, to vetë e këm 73-ën, Muhamed Alia Frejzeri, u reshin 3-4 ca bajte për cilë qa, tani në shkollë Zenel Hajdin e këna pas një profesor Danush Reqice në edukat fizike e i pruni dorzat. Edhe aty në shkollë në edukat fizike, kur shish unë e lesha, këm lujtë edhe futbal mirë, po boksen e kisha ndjenja. E kishe në... Përle me Arsim Gashina që ka litë Prishtinë generata, patëm shku boksen e med futbal lujtë i Prishtinë e zene. E qatë minuta, kër ishin me në shkollë fillore, klasë parë dytë, me dorëzat dimnit nona që nërës këtë vonisës, për reshëm bambum, serë kemë susi, ishëm
u koqën pak e nejshëm. Imitoj ishit Muhammed Aliun, pastaj kampionet tanë më pas. Tani është... A kishe ndoj idhull që e ndi që sa ishe i ri akoma? Ishe i ri, pa isha mu... Përveç Muhammed Aliu. Edhe është Mehmet Bugujevsi, ka qenë bokser, u koni shtyll, edhe i messhëm, edhe trim, edhe ndër bokseri ma i mirë me sukses me shqiptarën. Dere atëherë. Më pastaj ke pas fatin e mirë edhe të rallë ke boksu me ta. Do më thonë, në klubin ku ishin ata, kampionët të mëdhej, ku ishin, keni qenë aty. Ku ishin ata, se klubi boksit Prishtina ka qenë se Real Madridi, që është futbol. Qenë ke realist, qenë ke me Realin, se unë keshtë të thonë Barcelona, po në regull, e loma aty të Reali. Po tash Reali, nero konë Barcelona, tash Reali. Zdo bokseri Prishtinës ka qenë se cili ma njërë se tjetëri. Shteti, na konë bokserat, një kategori na konë 3-4 vetë, shtymja, konkurenca e forte, na konë që ta më të mirët edhe në Evropë. E nisen nga dëshira për mu bo sportist, për mu bo bokser. E mendoje vetën kampion. Po, isha në mëngjes... Edhe ku shkove? Ku fillove? Shkova më regjistru, më konë Branko Dragëshi që një farë Mishka. Aja Shefki Bugujevci, në konë 3 trenera. Njënës dejke tani, në pranë ke Shefki Bugujevci me Branko. Në pranë unë, 6 muaj ditë, shkova më botë të losëm, së në dhe ishin dorzat, farë shkollë të boksit. Kër i kom marë dorzat, jem konë maj lumë trenirë, kër mi ka unë trenirë. Dere atëre. Sa vjeqar ishe? 78-ën, sa pi bjenë, 78-ën, kër ja konë visi fëmi, tash 60 vjetë i kom. 16 i kom. 16, edhe njerë... 15. Edhe vrapojsh atej që kej ka Lukari, Makos, do që pa ti këtë shkymet Kines, nuk ishëm atin, edhe baba mësë me ditë, ftoft, a pëse nuk dojë me ditë baba, a? Ja, se zë leke. A pëse nuk leke qa feke në shkollë? Feke për në shkollë, po në apet isha një farë problemi, gjithë në gjysë në të jetë para lojme, dhe resha me fletë mësë më vetë që kom bo ditën. Të esha më heret. Edhe fillove në klubin Prishtina? Fillova klubin e boksit Prishtinës, 6 muaj ditë më bo më në tanë vesh shkollë boksit, për parës, kur dorzat vesh shkollë. Okej, kur u bëha i momenti, a i dakiku kur u futën në ekipin e parë? Në ekipin e parë ishë laj për cilke. Lahnimoni, legendar. Si trit, më ka skaju, mu i ka thonë... Ka qenë edhe Sefedin Broha. Edhe Sefa konë shtylla e djallë që sot më vjenë keq që se të ndër trenire, Sefa ka punu me neve, laj ma shumë Beograd. Sefa ka punu. Edhe me të thonë nisa me boksu tani, ideale këm pos me metin, nëse më rej sparing, nërë marrë ke marrë e matë vjetër zbanë, ati të rënirë dhe ke zbanë, pa dikush këtë ma bëshin kryet, më ajke ftyra, atë një farë... 7 vjetrit. Po, se konkurenca, mësë më të lonë me shku për para, gjithë konkurenca të ka shkel dikush. Po. Se më bëshin... E të ajke ftyra se të reshen shumë? Po, qëre, të në ping-pong së kone. Ping-pong s'ka që?